Disa ditë para fillimit të regjistrimeve në shkollat e mesme, është konfirmuar nga ana e drejtoreshës shkollës se drejtimi i makinerisë në shkollën e mesme komunale Drita në Kërçov nuk do të funksionojë në vitin shkollor 2026-2027. Në të njëjtën kohë, shkolla e mesme komunale Mirko Mileski ka bërë të ditur se pikërisht në këtë profil do të nisë për herë të parë zbatimi i mësimit dual. Drejtori i shkollës së mesme komunale Mirko Mileski, Branislav Stojanovski, njoftoi se nga 12 qershori nxënësit do të kenë mundësi të regjistrohen në drejtimet profesionale, makineri dhe shëndetësi e mbrojtje sociale, ku do të zbatohet modeli i mësimit dual. Për realizimin e pjesës praktike të mësimit janë shkruar memorandume bashkëpunimi me termocentralin e Oslomet dhe spitalin e përgjithshëm të Kërçovës. За прв пат оваа година ќе запишеме ученици во одредени сектори како дуални паралелки. Станува збор за секторот машинство и секторот здравство и социјална заштита, каде што по склучени договори со одредени компании во општина Кичево, оваа година, односно наредната учебна година, ќе имаме две паралелки, една струка, еден сектор машинство, профил машинско-енергетски техничар, и во секторот здравство и социјална заштита, профилот медицинска сестра, ќе бидат дуални паралелки. Тоа ќе значи дека овие паралелки ќе бидат со зголемен обем на практична настава, часови по практична настава, и она што е различно од оние паралелки кои што досега сме ги имале за овој сектор е тоа што за дуалните паралелки максималниот број на ученици кои што може да се запишат во една паралелка е 25 ученици. Согласно правилата, ние претходно склучивме меморандум за соработка во рамки на планираното дуално образование, односно дуални паралелки за секторот машинство, профил машинско-енергетски техничар, склучивме меморандум со ЕСМ, односно подружницата РЕК Осломе од Кичево, додека за секторот здравство и социјална заштита, профил медицинска сестра, меморандум за соработка за дуално образование склучивме со јавната здравствена установа Општа болница од Кичево. Ndërkohë, pas interesimit të televizionit Uskana për fatin e drejtimit të makinerisë në shkollën e mesme komunale Drita, drejtoresha Syarta Spahiu dërgoi një deklaratë me shkrim, në të cilën thekson se shkolla i ka përmbushur të gjitha obligimet ligjore dhe procedurale, duke paraqitur me kohë kërkesat dhe planifikimet për vitin shkollor 2026-2027, përfshirë dhe kërkesën për këtë drejtim. Sipas saj, vendimet për numrin e klasave dhe paraleleve janë në kompetencë të komunës dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ndërsa shkolla vetëm ka paraqitur nevojat dhe kërkesat e saj. Ajo shton se optimizimi i paraleleve është një proces që po zbatohet në nivel shtetëror si pasojë e rënjes së natalitetit dhe lëvizjeve demografike, duke përfshirë emigrimin e popullsisë. Drejtoresha vlerëson se paraqitja e kësaj çështjeje si problem me prapavije etnike apo nacionaliste nuk pasqyron realitetin dhe nuk mbështetet në fakte që lidhen me zhvillimet demografike dhe arsimore në vend.